një vend që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian duhet që të ketë të paktën të ardhurat për frymë sa 50% e mesatares së BE-s, që nënkupton që Shqipëria për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, nëse do respektojmë të gjitha kriteret, sepse ndonjëherë ka përjashtime të caktuara, duhet që të ardhurat për frymë aktualisht Bashkimi Evropian ka rreth 23.000 mesatare, duhet që ne të kalojmë tek 11.500. Në këtë aspekt na ka ndihmuar sadopak pjesa e largimit të masë që kanë pësuar shqiptarët në 10 vitet e fundit, ku dhe censusi në nxorri një farë mënyre që popullsia që jeton sot në Shqipëri është rreth 2.4 milion. Dhe kjo në një farë mënyre, duke qenë që të ardhurat për frymë janë prodhimi përgjithshëm bruto për pjesëtim për numrin e popullsisë, në një farë mënyre kanë ndikuar në rritje fiktive apo në një rritje në një vlerë që shkon gati në 10.000 sot. Ky është një ndër kriteret më të rëndësishme. Ndjes që do të ndërpresim se do t'i lutesh regjistë të më ndihmonte pak me audion, sepse dëgjoj shumë pak Klodianin për të mos thënë fare në kufje. Po i nderuar, po mund ta vijojmë. Po dhe po thoja që kjo është pjesa më e rëndësishme të ardhurat për frymë që duhet të jenë sa 50% e mesatarës, si ka të bëjë direkt me ekonominë. Një faktor tjetër por është shumë i rëndësishëm për sa i përket ekonomisë, janë reformat strukturore, janë dhe sektorët që konsiderohen prioritar për zhvillimin ekonomik të një vendi që do bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Kur një nga këta, kur flasim për Shqipërinë, dy sektorë prioritar të ekonomisë që duhet të ketë Shqipëria për të bërë pjesë e BE-s, janë pjesa e bujqësisë edhe turizmit. Në pjesën e turizmit Shqipëria po performon shumë pozitivisht me gjithë problematikat që ka turizmi, nuk duhet të harruar se ne vazhdojmë akoma në 2025, kemi akoma ata njerëzit që dalin në rrugë me ato çelësat në dorë që japin dhoma në mënyrë krejt informale, gati ndoshta 50% e turizmit po operon krejtësisht në informalitet. Po për te këtij aspekti po performon mirë. Ai që është shumë problematike është bujësia dhe blegtoria, ku rasti më i fundit në një farë mënyre tregon sëmundja e mëtare si ka prekur baktit me 3 vatra që ishin, mos gabojmë sot, tregon në një farë mënyre se sa në çast situate dramatike është ky sektor, përveç reduktimit të vazhdueshëm të numrit të kreve, kemi edhe një sëmundje të tillë që protokolli i bujqësisë në një farë mënyre nuk e ka që këto kafsh, këto krerë të rimbursohen apo të mbështeten blegtorë. Kështu që në këtë aspekt Shqipëria duhet që të bëjë shumë, duhet të ka vërtet nevojë për mbështetje, për prioritete, por ka nevojë mbi të gjitha për fonde për të bërë subvencionime. Nuk duhet harruar që